Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Andalina nga sofra ime. Fillimisht, sot në fillimin e muajit të Ramazanit, dua t'ju uroj të gjithë besimtarëve musliman agjërim të lehtë dhe të pranuar. Shëndet, begati, mirësi dhe plot dritë patshit në familjen tuaj. Sot kam përgatitur një recetë shumë të thjeshtë, është mjaft e shpejt, do ju marr vetëm 5 minuta kohë për ta përgatitur, kështu që qëndroni me mua ta përgatisim bashk. Në tigan do shtojmë 2 lugë gjelle vaj ulliri ose çfarëdo lloj vaji që përdorni ju në kuzhinën tuaj. 200 gram spinaq të prerë shumë holl dhe do ta skuqim pak në temperaturë të ngadaltë sa të bjerë volumi i tij. Pasi ka arritur në këtë mënyrë, do të shtojmë 1 lugë gjalp, 2 lugë miell misri dhe do vazhdojmë skuqjen edhe për pak. Do kam vazhduar me 1 lugë çaji spec të kuq të ëmbël. Nëse ju e preferoni pikant, mund ta shtoni pikant. Në familjen time nuk e preferojnë specin e kuq djegës, prandaj unë gjithmonë gatuaj specin e kuq të ëmbël. Do vazhdojmë skuqjen edhe për pak, flasim për pak sekonda, jo minuta, pasi ndryshe do të digjet. Pasi është gati, duket kalshuar atë aromën e këndshme, do shtojmë 300 ml qumësh. Do vazhdojmë përzierjen, do ta rregullojmë me krip sipas dëshirës, nuk do shtojmë shumë, pasi ndërkohë që e përziejmë në zjarr të ngadaltë, do shtojmë edhe 150 gram djath mozzarella kam shtuar unë, por mund të shtoni çfarëdo lloj djathi që ju preferoni ose çfarëdo lloj djathi që ju gjendet në frigorifer. Dhe më besoni, për pak sekonda është gati. Gatuhet e gjithë në temperaturë të ngadaltë. Si ju duket si recetë? Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit.